Përshëndetje dhe sot po përgatisim një recetë për të lehtë të shijshme të pogaçeve, provoni sepse ja vlen. Është një nga recetat që më së shpeshti e përgates gjatë vikendit. Bën mirë që ta provoni e ato që e kanë provu na shkruani në koment nëse receta ju ka pëlqyer. Fillojmë. Fillimisht për ta përgatitur recetën, marrim një të verë të vezës. Të bardhën e vezës do ta lëmë më vonë për t'y lyer pogaçet. Shtojmë 3 lugë të vogla pra të çajit me kryp. Vazhdojmë e shtojmë një gotë me kos, gotën 200 ml. Një gotë kos, mandej 5 lugë të gjellës me vaj. Vazhdojmë shtojmë gjys luge të çajit me sodë bikarbone. Edhe krejt përbërësit i përzi mirë, që të bashkohet mirë edhe të formohet një masë e butë. Mos të harrojmë të shtojmë edhe një pako me pluhur për pjekje ose peciv, tash vazhdojmë i përzim. Masa është e hollë e butë, mirë po gradualisht do e shtojmë mielin derisa të na formohet brumi. Brumi i pogaçës nuk duhet të bëhet i fortë. Kështu pogaçet na dalin më të mira, më të buta edhe më të shijshme. Kryesisht për ta përgatitur këtë recetë do t'ju nevojiten 330 gram miell. Miellin e mas gjithmonë me një matëse digjitale. Pasi që ta formojmë brumin s'ka nevojë me lanë me pushu. Brumin mundeni edhe nga pakta 6 me miell derisa të formohet brumi. Pastaj i ndajmë pra në pjesë të vogla. Kështu vazhdojmë formojmë pogaçe të vogla ose mini pogaçe. Një recetë e mrekullueshme për mëngjes. Provoni sepse ja vlen. Tash nga ky brum vazhdojmë edhe formojmë pogaçe të vogla. Nëse doni, mund ta formoni edhe një pogaçe të madhe. Por kësaj radhe kam vendosur me i bë kështu, më jap formën e rumbullakët edhe ju them se bëhen shumë të mira. Vazhdojmë derisa të përfundojmë me krejt brumin. E pasi kena përfundu, i shtypim me dorë, sepse këto gjatë pjekjes do të fryhen, mos na frihen edhe shumë, i shtypim kështu sikur kur i shtypim pogaçet, kur përgatisim normal pogaçe të madhe. Tash me të bardhën e vezë i lyejmë mbi pogaçet, sepse edhe marrin ngjyrën më të mirë, por edhe i shtojmë fara, që të ngjiten farat tek brumi. Të gjitha pogaçet i lyejmë nga pak me të bardhën e vezë, mund të shtojmë fara, unë po përdori fara susami, mund të përdorni lloje të ndryshme të farave që juve më shumë të ju pëlqejnë, edhe kështu do i fusim në furrë, pasi që t'i shpojmë, në disa vende kështu me lugë, në furrë të nxehur në temperaturë 200 gradë. Kështu vazhdojmë i pjekim shumë shpejt, për 12 deri në 15 minuta. Besoj që do t'i keni gati në temperaturë 200 gradë. Pasi janë pjekur, i mbuloj për 5 minuta edhe shikone, pogaçet i kemi gati. Kjo ishte receta e pogaçeve të buta si pambuku, të mira, të shijshme. Provon recetën sepse ja vlen. Asnjëherë, asnjë recetë nuk ka dështuar, nëse do ta përgatisni me kujdes dhe do ta përgatisni ashtu siç ju them unë. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Përgatit një ushqim të mirë, sidomos për vikend, kur e gjithë familja janë bashkë, provoje recetën sepse jam e sigurt që do e gatuash shumë shpesh për veti, por edhe për mysafir. Nëse kjo recetë të ka pëlqyer, mos harro ta shpërndash me miqtë tuaj ose me personat që ti mendon që e pëlqejnë pogaçet shumë. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.